arritjen 4 vjeçare të qeverisë dhe rritëm me mesazhet se qeveria do të formohet shumë shpejt. Në lidhje me këtë të dytën, është shumë e rëndësishme që ndodhet certifikimi i rezultateve në zgjedhje dhe pastaj të konstituohet kuvendi i Kosovës, nga ku shumica e re parlamentare që do të prodhohet do të formojë qeverinë e re. Lëvizja vetëvendosje aktualisht ka 48 deputet, së bashku me një deputet nga pakica serbe dhe pakicat jo serbe do të jenë shumë afër për të formuar një shumicë të re, por duhet edhe një numër i deputetëve për të mbështetur lëvizjen vetëvendosje për të formuar qeverinë. 2 deri në 3 deputet do të ishin të mjaftueshëm dhe prandaj kombinimi aktual më i përshtatshëm, më i mundshëm dhe më i arsyeshëm konsideroj është ajo me nismën socialdemokrate me deputetët të cilat janë që do dalin nga ky certifikim i rezultateve shumë shpejt. A mendoni se kryeministri Kurti do ta bëjë me të vërtetë një koalicion me Fatmir Limajin e nismës socialdemokrate? Nëse është e nevojshme që të formohet një shumicë e re parlamentare, unë konsideroj që deputetët e Kuvendit të Kosovës janë deputetë e Kuvendit dhe ata do të votojnë për formimin e qeverisë. Dhe kjo nuk kupton se do të ndodhë një gjë e tillë dhe nuk e di arsyet pse mund të mos ndodhë një gjë e tillë, sepse deputetët kanë kaluar përmes një procesi votimi dhe ata që aty janë më meritorë për këtë mandat. Në kuptimin e të kaluarës, diskursit, pastaj përjashtimeve që kanë ekzistuar, kjo është një çështje e dytë që mund të diskutohet. Natyrisht partitë politike kanë bërë keq kur kanë bërë këto klasifikimesh, sepse të njëjtat duhet të mbahen më pastaj. Dhe prandaj nisur nga kjo, konsideroj që është e rëndësishme të formohet një shumicë e re parlamentare dhe rrjedhmisht të formohet qeveria e Kosovës. Ndërkaq a e shihni të mundshme edhe një qeveri nga